Tregu i Novoselës, një nga pikat më të rëndësishme të tregtimit të produkteve bujqësore në jug të vendit, është përballur këtë të njëjtë me një situatë të pazakontë krahasuar me periudhat e tjera, edhe pse stendat ishin të mbushura me fruta perime, si dhe produkte të tjera të stinës. Mungesa e blerësve ka qenë shumë e dukshme, duke krijuar shqetësim te tregtarët dhe fermerët të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë treg. Që në orët e para të mëngjesit, fermerë nga zona të ndryshme të Vlorës dhe Fierit, së bashku me tregtar, kishin sjell produktet e tyre me shpresën për një ditë të mbar shitjesh. Megjithatë, sipas tyre, qarkullimi ka qenë shumë i ulët dhe fuqia blerëse ka pësuar një rënje të ndjeshme. Tregtarët shprehen se situata po bëhet gjithnjë më e vështirë. Ata thonë se vitet e fundit, numri i konsumatorëve është paksuar ndjeshëm, ndërsa shumë familje po kufizojnë blerjet për shkak të vështirësive ekonomike. Sipas tyre, një pjesë e mirë e qytetarëve janë larguar drejt emigracionit, ndërsa ata që kanë mbetur janë të kujdesshëm në shpenzime. Shqetësimi kryesor i tyre mbetet fakti se një pjesë e konsiderueshme e mallrave mbetet pa ushitur. Produktet bujqësore janë të ndjeshme ndaj kohës dhe temperaturave të larta të verës, çka rrit rrezikun që fermerët dhe tregtarët të pësojnë humbje financiare. Ata theksojnë se shpesh detyrohen të ulin çmimet në fundin e ditës ose të kthehen në shtëpi me mall të pashitur. Siç vim ashtu ikim ata. Si shpjegohet kjo? S'ka, ka ikur gjithë popullia. Nuk ka fare në fakt. Ja shikote ja tek me morë këtu ja tek ja. Shikote. Dini do të popullim asgjë. Vim po çata bëj. Nuk shesim dot mallin tonë. Çmimet si që mbajmë treg atje, i shes këtuneve, si që mbajmë atje, i shes këte. Ma madhë shumica i shes këte. Çfarë shes? U shes me kuzhina, plastike. Karon? Punë nuk ka. Vim këtu me bukë me djathë se punë s'ka. Si shpjegohet? Që shpjegohet? S'ka të ardhura, s'ka punë. Prandaj s'ka fuqi blerëse, se po të ketë punë, ka fuqi blerëse. Çmimet të larta janë. Njësoj janë. Lek rrogat janë të ulta tëra. Largimet, por edhe diferenca mes pritshmërive të tregtarëve dhe mundësive ekonomike të konsumatorëve, duket se po krijon një ngërç që reflektohet drejt për drejt në aktivitetin e tregut. Nga njëra anë fermerët kërkojnë të mbulojnë kostet e prodhimit, të cilat sipas tyre janë rritur ndjeshëm vitet e fundit, ndërsa nga ana tjetër, konsumatorët kërkojnë çmime më të përballueshme. Tregu i Novoselës zhvillohet çdo të njëjtë dhe prej vitesh ka qenë një pikë referimi për tregtimin e produkteve bujqësore në jug të Shqipërisë. Megjithatë, panorama e kësaj jave ka nxjerrë në pa vështirësitë me të cilat po përballen si prodhuesit ashtu edhe blerësit. Tregtarët dhe fermerët shpresojnë që gjatë javëve në vijim, situata të përmirësohet dhe qarkullimi të rikthehet në nivelet më të larta, ndërsa kërkojnë më shumë mbështetje për sektorin bujqësor dhe politika që nxisin fuqinë blerëse të qytetarëve. Për momentin, tregu i Novoselës mbetet një pasqyrë e qartë e sfidave ekonomike, të cilat po ndihen si nga ata që prodhojnë, ashtu edhe nga ata që konsumojnë.